6163. Bravo. Dita e sotme ishte një ditë e bukur për familjen Elli, ajo ka qenë mbushur me aktivitete dhe relaks. Familja Elli sonte kanë qenë pjesëmarrës në xhirimet e babi Luizit, i cili kishte disa sekuenca pikante për t'i realizuar dhe padyshim i arriti t'i realizonte me sukses. Kjo ka bërë që stafi e ka përgëzuar dhe Bjordi i ka thënë bravo me të madhe për arsye se ai i përvetëson shumë skenat dhe është i përpik dublat, nuk i përserit shumë herë përjashtoj me rastet kur ai është i gatshëm për humor, kur skenat kthehen në shumë fishim të dublave se batutat e tij nuk kanë të ndalura e kjo shkakton të qeshurat e tij. Gjithë produksioni një artist cilësor i bën të gjitha humorin, artin, filmat, këngët e përketë. Luizi është i lindur, ai gjithmonë arrin të rembej zemrën e publikut, por edhe të produksionit kur bëhet fjale për seriozitet, ai është shumë i përpiket në punë. I merr gjërat me guxim, me ikon deri në fund, një vendosmëri e tillë siç e pam të historia e dashurisë me Kiarën, ku arriti atë që donte e sot e ka në krahët e veta bashkë me një mrekulli të vogël. Kiara është shumë e lumtur për Luizin e saj, ajo në fillim nuk ka besuar se Luizi e kishte për seriozisht, sepse për Tirenën në sy Kiarës bente finte që ta binte që ishte i duhur. Ketë gjë Kiara ditën e sotme nuk e vë në dyshim dhe thot sikur ta kisha njohur me parë një mashkull që të do bën gjithçka që të ketë në jetën e tij atë që do, dhe ajo ndihet e lumtur dhe e dashuruar kokë e kembe. Ditën e sotme Kiara i ftoi të gjithë që të jenë para ekranit, sepse si çdo të diele ajo punon gjithë javën për ketë të diele të shënuar që ta shihni live në ekran dhe ta mbështetni në çdo prezantim. Ajo është shfaqur në ekran shumë shik e veshur me të zeza si një panterë e vërtet me një bisht të bërgërshet ndryshe nga herët e tjera, një make-up i zi, një pal vath me gur ngjyrë jeshile bukur dhe janë vath fati që përcojnë energjinë në kombinim me vathet. Ka veshur takat ortopedike shumë të veçanta shikim të këndshëm. I urojmë sukses të ciftit tonë të mrekullueshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.